Një instruktor fluturimi nga Argentina u hodhë nga avioni drejt vdekjes në mes të një ore mësimi fluturimi, duke i thënë studentës së tronditur, e di çfarë duhet të bësh dhe duke e lënë atë të ulte vetë mjetin ajror. Leandro Andres Bertazo u identifikua si instruktori që u hodhë nga avioni Cessna 150G mbi qytetin Toledo, në Argentinën qendrore më 4 korrik, duke e braktisur studenten e tij gjatë fluturimit, njoftoi zyra e prokurorit të përgjithshëm Carlos Gonella. E di çfarë duhet të bësh, vazhdo, i tha Bertazo 22 vjeçares Rosario, raportoi media argentinase Todos Noticias. Më pas Bertazo hoqi rripin e sigurimit nga ulësja e tij, largoi kufjet, hapi derën e avionit dhe u hodh jashtë, raporton New York Post. Rosario, e cila posedon licencë private piloti, njoftoi zyrtarët e shkollës së fluturimit Flying Parrot në Cordoba për tragjedinë në ajër dhe mori udhëzime për procedurat emergjente, duke arritur ta ulte në mënyrë të sigurt avionin stërvitor. Alvarez, i cili kishte punuar ngushtë me Bertazon, tha se nuk e kuptonte arsyeën pse instruktori i tij u hodh nga avioni. Ai mori këtë vendim tragjik në bordin e një avioni me një person tjetër pranë tij. Nuk ka asnjë mënyrë për ta menduar apo kuptuar atë, por mendja njerëzore është shumë komplekse dhe e paparashikueshme, prandaj ndodhi ajo që ndodhi, tha Alvarez sipas mediave. Prokurorët kanë nisur një hetim për vdekjen e Bertazos, pasi kanë sekuestruar avionin për të përcaktuar rrethanat që quan në rënjen fatale, njoftoi të martën prokurori i përgjithshëm. Sipas medias, Bertazo dyshohet se kishte pasur probleme të shëndetit mendor dhe ishte regjistruar në një klinik psikiatrike pa dijenin e askujt, përveç familjarëve të tij të afërt. Ai kishte qenë në një institut neuropsikiatrik, por askush nuk e dinte, vetëm familja e tij, zbuloi Alvarez. Bertazo i kishte mbajtur të fshehura vështirësitë e tij pasi askush në shkollën e fluturimit nuk kishte vërejtur diçka të pazakontë tek ai. Ekziston një marrëdhënie shumë e afërt mes studentit dhe instruktorit në aspektin profesional, por asnjë nga ata që fluturuan me të, apo ata që e pan, nuk mund ta kuptonin se ai do të merrte vendimin për t'u hedhur nga avioni. Natyrisht diçka nuk ishte në rregull, tha Alvarez për të në. Avioni stërvitor nuk pësoi dëmtime për fshirë dhe derën. Zyrtarët u shprehën të habitur nga veprimi i Bertazos, duke thënë se hapja e dyerve të avionit gjatë fluturimit është shumë e vështirë. Ata e krahasuan këtë me përpjekjen për të hapur derën e një makine gjatë vozitjes me rreth 200 km/h. Bertazo ishte pilot me përvojë shumë vjeçare dhe kishte disa licenca për fshirat të pilotit të transportit ajror, pilotit komercial të klasit të parë dhe instruktorit të fluturimit. Sipas medias, gjatë karrierës së tij ai kishte punuar për një periudhë të shkurtër edhe në shtetin fqin Kili.